Kamomili është bimë mjekësore, por në momentin që kamomili futet në një farmaci, ose futet në industrinë farmaceutike, nuk quhet më bimë mjekësore, po quhet drogë mjekësore. Dhe ku është dallimi? Dallimi nuk është aq i vogël. Dallimi është shumë i madh, sepse droga mjekësore ka shumë parametra të tjerë, nuk është në kuptimin e keq të fjalës, pavarësisht duan të thonë që edhe kjo fjalë vjen nga ilirishtja, fjala drogë, që nuk është në kuptimin e keq, por ama ato që kërkon kamomili që futet farmacia, por në industrinë farmaceutike, janë striktësisht të përcaktuara. Pra duhet të ketë kaq përqind vaj esencial dhe brenda këtij vaji esencial duhet të ketë kaq përqind kamazulen që farmacisti t'ia ofrojë një pacienti. Çdo kamomil tjetër i futur apo i përdorur apo e tjera është në dëshirën personale, po kurrë në rrugë zyrtare.